në kuadër të panairit tretë mbarkombëtar të botime akademike dhe shkencore. Me thënë drejtën kemi qenë me goxha ritëm të lartë, edhe me në një orar të vogël që përplaset, po e kemi mirëkuptimin tuaj. Në fakt, unë po bëj rolin e profesor Shabani tani. Po e bëj me kënaqësi më të madhe dhe do them dy fjalë përpara se për librin të flitet në mënyrë më konkrete. Pra jemi këtu për të promovuar studime ndërdisiplinore në albanologji të profesor Dr. Roland Zisit. Në emër të Akademisë Shkencave dëshiroj të bëj dy falënderime, së pari për bashkëpunimin e qëndrueshëm që kemi me Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, fal Rolandit, sepse dihet roli drejtuesit, por në mënyrë të veçantë dhe frymës përgjithshme që ekziston që Akademia e Shkencave të bashkëpunojnë ngushësisht me IALET për të përmbushur qëllimin dhe detyrat e saj në të mirë të promovimit të shkencës dhe të figurës së shkencëtarit. Dhe aspekti tjetër lidhet me Landin si studius, i cili ka provuar që detyrat administrative nuk ja kanë ulur intensitetin e punës kërkimore shkencore dhe vërtet kemi qenë të kënaqur këtu në Akademinë e Shkencave, po flas për veten time, po dhe për kolegët të mi që kur është aprovuar ky libër në kuadër të Këshillit Botime të Akademisë, e kemi pritur me një kënaqësi të madhe për disa arsye, po arsyeja kryesore është që vjen një kontribut nga qyteti i Vlorës dhe nga shkenca që bëhet në qytetet tona kryesore të Shqipërisë. Kështu që jeni edhe një herë të mirëpritur në Akademinë e Shkencave dhe dëshiroj që fjalën ta marrë moderatori, zoti Albert Abazaj, për të bërë fjalën e rastit. Të nderuar akademik, profesor, pedagog, studiues, bibliograf, katërgues, specialist, koleg, përgjegjës bibliotekash. Përshëndetje dhe përgjegjësi për Universitetin Ismail Qemali Vlorë, që merr pjesë në panairin e tretë mbarkombëtar të librit akademik dhe shkencor që zhvillohet në mjedisjet e Akademisë Shkencave të Shqipërisë, Tiranë 23, 25 prill 2024, organizuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Librit e Leximit. Faleminderit profesor Skënder Gjenushi, faleminderit profesor Vasil Tole. Është vlerësim dhe fatmirësi që Universiteti ynë përrohet ditën e dytë sipas programit panairit tretë mbarkombëtar të Librit Akademik dhe Shkencor këtu në sallën Alex Buda, në këtë ngjarje të rëndësishme për botën akademike dhe universitare, për shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut, Malizzi e kudo në përbot ku ata ndezin dritë kombëtare. Si koordinator institucional i Universitetit Ismail Qemali Vlorë shpreh mirënjohjen për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për kryetarin e saj akademik Skënder Gjenushi, në kryetarin Vasil Tole, i cili është edhe drejtues i kësaj ngjarje të madhe akademike dhe shkencore, për sekretarin teknik Albana Bogdani dhe veçanërisht për doktore Bruna Prifti, me të cilin kemi patur një komunikim shumë korrekt dhe dashamirës gjatë gjithë ditëve para përgatitore për mbarvajtjen e këtij panairi. Ne, si universitet, kemi marrë pjesë në panairin e parë Tiranë 22-24 prill 2022 me një paraqitje modeste, ndërsa si vjet krahas shumë institucioneve të larta arsimore dhe institucioneve shkencore kërkimore, vi me botime të ndryshme si monografi shkencore të pedagogëve dhe stafit, në funksion të edukimit universitar të studentëve dhe në dobi të punës akademike, kërkimit shkencor dhe zhvillimit institucional. Gjithashtu, në këtë panair vi me buletine shkencore, përmbledhje konferenca, seminare, apo dhe botime monografike të studentëve tanë në përfundim të programit të studimit master, që
për ata të cilët kanë synime për të nesërmen e tyre, janë sprova serioze dhe inkurajuese në fushën e kërkimit shkencor. Aq më tepër që është herë e parë që Universiteti Ismail Qemali Vlorë përdorohet në Akademinë e Shkencave. Dhe kjo, siç e tha në një trajt tjetër profesor Vasua, roli i individit në shoqëri, unë them me gjuhën tjetër, ka vendin e tij në shoqëri dhe në komunitet, e në hapësirën kohë. Ne, si universitet, me akademinë jemi fatlum për dy arsye. Së pari, sekretarin e akademisë e kemi pedagog në departamentin e gjuhës shqipe dhe letërsisë dhe gëzon statusin personel akademik i ftuar dhe siç do ta vreni, akademik profesor Shaban Sinani ka të regjistruar 23 njësi bibliografike në bibliografinë e Universitetit Ismail Qemali Vlorë, pjesa 2 që është dhe në vijin e dytë të përdorimit sot. Së dyti, vërtet monografie shkencore, studime ndërdisiplinore në albanologji është juaja, se është botimi i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, por autori shtyni, sepse e kemi pedagogun ton dhe rektor të universitetit. Atëherë, sipas programit, pjesa e parë e përdorimit të Universitetit Ismail Qemali Vlorë është mbi studimet ndërdisiplinore në albanologji, me autor profesor doktor Roland Zisi. Para se t'u jap fjalën, Polze, do të them vetëm një fakt nga profesor Zisi. Autori, përveç punës me fytyrë shkencore, të vëmendshme, ka një virtyt të lartë njerëzore human, me njohjen, sa që ai e bën dhe një sprovë bibliografike me artimin e listës së shqipëruesi, pedagogu dhe studiuesi të njohur Nonda Varfi, kur rrok temën e letërsisë frankofone makrebine, që është një temë shumë interesante, jo vetëm për studiuesit, jo vetëm për studentët, por mbar qytetarët që kanë interesa letrare, kulturore dhe albanologjike në rrafshin edhe të antropologjisë kulturore. Dhe tani, pa humbur kohë që të respektojmë ekonominë e fjalës dhe të orarit që kemi probleme, unë do t'jap fjalën profesoresh Teuta Toska. Përpara se të filloj, desha të falenderoj Akademinë e Shkencave për këtë panajir, që është më i mirë edhe më i mirë edhe më i mirë, se unë nesër nuk do të jem dhe thash është e rëndësishme që do t'ju falenderoj për organizimin, për kujdesin me çdo hollësi, nuk gjeta asnjë gabim të ai programi, thash sa të zot që dhe gjithë veprimtaritë edhe cilësi shumë e madhe. Profesor Landi për gëzime për botimin e librit, sapo e morëm, edhe meqense unë shikoj në radhë parë, sigurisht këtu kolegët mi nga Universiteti i Vlorës, më kisha përgatitur një 2 paragraf për prezantimin e profesor Landit, por pas si pash që jemi të lidhur dhe në Facebook, thash është mirë që do ta bëj një prezantim të shkurtër. Profesor Roland Zisi është një nga emrat e rëndësishëm studimit letërsisë shqipe, kryesisht asaj bashkohore, me periudha studimore dhe kërkimore në Greqi, Kosovë, Turqi, Poloni dhe Rusi. Ai është një ndër ligjëruesit më autoritar për letërsinë e sotme shqipe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut. Dhe i është përkushtuar prej shumë vitesh studimit letërsisë shqipe, po dhe mësimdhënies së saj në nivel universitar dhe për më tepër reformimit të programeve të studimit në nivel universitar, kryesisht programeve të mësimdhënies letërsisë, po dhe programeve të tjera, duke u përpjekur të përshtas arritjet më të mira të universiteteve evropiane ku ai ka qenë me sistemin tonë universitar. Është doktoruar me studime veçoritë narracionit dhe përshkrimit në prozën rrëfimtare të Vila Xhaferit, e botuar dhe është autori i teksteve letërsi bashkëkohore shqipe, poezia, miti i Narcizin, letërsinë shqipe, studim monografik të letrar, antologji poetike për kuajt, është një antologji nga Britoria Golli me 33 poezi dhe 2 proza poetike, antologji që është shoqëruar me një studim monografik hyrës, gjithashtu studime kritiko-letrare për letërsinë shqipe, studime historike letrare, kryesisht dhe është pjesëmarrës në konferenca, seminare, kumtesa për studime
për autorë nga më të ndryshëm, kryesisht për autorët e shekullit 20, autorët bashkohor. Libri për cilin jemi mbledhur sot, Studime ndërdisiplinare në albanologji, përbëhet nga një përmbledhje studimesh që lidhen me profilin e tij për i kërkuesi dhe studiuesi, studimet historiografike në letërsi dhe pastaj kritike letrare, por dhe kritik filologjike. Ai përbëhet nga 9 shkrime, ose paktën të përfshira sipas meje në 9 shkrime, që mund të ndahen në 2 grupe. Në grupin e parë dhe që përbëjnë pjesën më të rëndësishme të librit janë ato ku spikat puna e kritikut të tekstit, kritikut letrar, i cili sjell jo vetëm para lexuesit, por e vendos dijen në kontekstin e studimeve dhe autorin në kontekstin e studimeve dhe dijes aktuale, librin e botuar për cilin ai ka punuar dhe ka hetuar, si dhe angazhimin e një jete, siç është rasti i profesor Nonda Varfit Shqipërusit. Në grupin e parë fus shkrimet Shënlibri i pavdekshëm dhe mjeshtrit e tij, që është një recension për librin Dalla autora lettore Mestieri del Libro, shkëputur nga Enciclopedia della Letteratura. Ky artikull është edhe në italisht. Shkrimi i dytë është mbi letërsinë frankofone magrepine dhe shqipruesin e saj Nonda Varfi. Shkrimi i tretë është Himara e shekullit 16-18 sipas murgjve bazilian të Italisë, si dhe një paraqitje plot sipas mendimit tim e këtij librit, Murgjit bazilian të Italisë në Shqipëri nga autori Nilo Borxha. Dhe pastaj po në grupin e parë hyn artikulli apo shkrimi Letërsia bashkëkohore shqipe, poezia profesor Bardosh Gaçes, të cilën e kemi këtu, një kontribut i ri shkencës son letrare. Në këto shkrime studiuesi jo vetëm e paraqet librin, por dhe e vlerëson atë, vendos në kontekstin e dijes, studimeve, metodologjisë, tregon kontributin e autorit dhe e paraqet kështu lexuesit, duke nxitur edhe lexuesin pastaj për një lexim dhe vlerësim vetjak. Shkrimet janë natyrave dhe tipologjive të ndryshme, disa janë përmbledhës për një histori të librit dhe duke shkelur vetë në këto shtigje të reja të mendimit dhe të kërkimit mbi përvojën dhe kulturën njerëzore, siç është në rastin e parë për historinë e librit dhe historinë e Shënlibrit. Autori kupton vëzhgime dhe studime që i mungojnë kulturës sonë dhe propozon, citoj, në letrat shqipe nuk është shkruar deri më sot në një studim mbi këtë temë, pra mbi historikun e librit. Diçka e gjerë dhe thellë që tregoi profesionalisht odisen madhështore të librit, rrugën që ai përshkon nga shkrimtari te lexuesi. Unë vetë këtë mungesë e kam ndier kur nisa të shkruaj një marrëdhënie që kishte ekzistuar midis Thomsonit dhe Konstantin Kristoforidit, një përpjekje prej 40 vitesh, i cili marrëdhënie që kishte prodhuar gati 20 botime dhe unë do të kisha dëshirë të shikoja a kishte pasur kontribut kaq të rëndësishëm më para dhe më pas. Shpresoj që bibliofil apo bibliograf të mund të bëjnë një historik të tillë për odisen e librit. Shtegu është i hapur, ftesa është nga profesor Landi e hedhur. Shkrimi i dytë në këtë libër i kushtohet punës së një jete, të përkthyesit dhe një herë studiuesit Nonda Varfi. Ky shkrim për mua shumë kompleks, ai përbohet nga disa nënshkrime të tjera autorë të cilët e gjeni, autorë të letërsisë magrepine. Përveç se një paraqitje plot, siç edhe zoti Albert tha, kemi edhe një përmbledhje me përshqipërimet e profesor Varfit nga frëngjishtja 76 tituj, për mua ka qenë e mahnitshme. Të shikoja domethënë nivelin e punës këtij shqipruesi. Ky shkrim është përqendruar jo vetëm tek analiza tekstuale letrare, por edhe tek përkthimi, te natyra e kësaj veprimtarie, procesi, përballjet mes gjuhëve, sfidat e përkthyesit, duke bërë një material me rëndësi dhe për traduktologjinë. Por ky shkrim gjithashtu na njeh në mënyrë përmbledhur dhe me këtë letërsi kaq interesante bashkohore, një prirje e rëndësishme për letërsinë botërore sot, domethënë një letërsi e një etnie tjetër që shprehet në një gjuhë tjetër, duke rrokur tema të një natyre universale. Dhe kjo letërsi e një etnie tjetër që shprehet në një gjuhë tjetër shpejt do të kapi dhe letërsinë shqipe, sepse kemi autor tashmë që shprehen edhe jo në shqip, por shkruajnë, për shembull Lea Ypi shkruajnë në anglisht. Artikulli për shqipruesin Nonda Varfi, siç u thash, përmbledh dije për përkthimi si proces kulturor dhe intelektual, dhe kjo i jep mundësinë profesor Landit që të shprehet edhe për dukuri dhe kulturore dhe intelektuale që shkojnë përtej Shqipërisë, që lidhen me Francën, që lidhen me botën, studion elemente të rëndësishme të procesit të përkthimologjisë në nivelin makro dhe mikro. Për mua janë fushat pashkelura dhe janë fusha që ndoshta nuk përfshihen ai shumë në kurse universitare, madje ndoshta edhe në diskutime intelektuale rralli përmendim këto, dhe në shkrimet gjithashtu në media, këto raporte mes historisë së shqipruesit me shqipen dhe me tekstet e tjera, apo me emrat e shquar të historisë së shqipërimit në shqipe. Sipas profesorit përkthyes është ai që ka promovuar në gjuhën tonë vepra letrare përfaqësuese, ka përballur këto midis dy botëve dhe më bëri përshtypje një propozim interesant se si kalohet nga përkthimi te shqipërimi sipas profesor Landit
përkushtimi për përkthimin nga gjuha prënge ka si rezultat shqipërimin. Pra përkthimi është procesi ndërsa shqipërimi ka qenë produkti, sipas profesor Landit. Përkthimi, sipas profesorit, është një veprimtari intelektuale që ka për qëllim të transferojë energjinë shprehëse të originalit të pëlhura gjuhësore shqipes, si dhe të bëjë të kuptueshëm shpirtin e autorit huaj të lexuesit dhe të konteksti ku ai vepron dhe gjallon. Për mua leximi më interesant i librit ka qenë Murgjit Bazilian të Italisë në Shqipëri. Pse? Sepse më duhet të rrëfej diçka personale. Murgjit Bazilian kanë qenë një peng në mendjen time, kam dashur ta lexoj si tekst, ju luta Naimit ma sillte sot. Për një arsye se në Elbasan, me njerë pas viteve 90, këta ishin murgjit e parë që u shfaqen, apo le të themi prania e parë fetare në Elbasan. Në Elbasan kemi në mes të qytetit Kalasë kemi një kishë të tillë, kishë katolike ritit bizantin, pra, për këta murgj bëhet fjalë, dhe kam qenë vazhdimisht e intriguar. Për mua, unë kam identifikuar vazhdimisht me shenjat e para të limit fesë në qytetin tim dhe të them të drejtën, dhe kjo ishte edhe arsyeja pse ju tura librit. Mendoj se kam lexuar një paraqitje dhe shkrim model, domethënë një recens plot që zgjeron horizontin tim pritjes për të bërë gati për një lexim shumë dimensional të tekstit, duke më mundësuar ta marr informacionin në nivelin historik, kulturor, fetar, antropologjik, etnologjik, dhe të jem plot kureshtje dhe për historinë e fateve njerëzore të atyre misionarëve dhe të burrave dhe grave që patën privilegjin t'i takonin. Kështu që tani jam gati për ta lexuar librin, profesor Dani. Shkrimi tjetër është paraqitja një botimi antologjik dhe përgjithësues, siç është libri profesor Bardoshit, Letërsia bashkëkohore shqipe, poezia e profesor Bardosh Gaçës, një kontribut i ri shkencës son letrare. Sipas profesor Zisit, autor veti një botimi të tillë, po e citoj, dhe kjo ishte një tjetër befasi që kemi dy autorë që tashmë kanë shkruar dy vepra në lidhje me poezinë. Ky libër i profesor Gaçës përfaqëson një kontribut të ri dhe me vlerë në studimet tona letrare, një qasje komplekse me analiza, përgjithësime, sinteza mbi rrugtimin e poezisë shqipe 1945-2020. Ky studim atë një dritë të re mbi rrugën e letërsisë son bashkëkohore, mbi problemet estetike dhe letrare që ajo ka përjetuar, realizmi socialist, censurën dhe vetë censurën, poezinë e ndaluar dhe të krijuar në burgje, individualitetet e spikuara në Shqipëri e Kosovë, arbëresht e Italisë, diasporë dhe gjetkë. Tekstet të tilla jashtë Tiranës, le të themi akademisë dhe universitetit, që janë faktor shumë të rëndësishëm për shkrimin, histori shkrimin e letërsisë, për mua janë augur shumë i mirë. Janë shenjë paralajmëruese të asaj ngjarje që ne mezi po e presim studimet tona letrare për kaq vitesh. Shkrimin e një historie të letërsisë shqipe nga vetë studiosit shqiptar. Që kur kam qenë studente, dija, kishim marrë vesh, kishim vetëm një autor tuaj që kishte shkruar letërsisë shqipe, ajo Dimitër Shuteri që tashmë ishte jashtë përdorimit, duket se ka ardhur koha. Pritet bashkëndimi i forcave tashmë dhe Akademia e Shkencave duket se po e bën prej vitesh bashkëndimin dhe njësimin e forcave më të mira shkencore në të gjitha institucionet universitare shkencore edhe përtej Shqipërisë, madje edhe nëpër botë. Dhe këto botime të Akademisë Shkencave, siç është ky botimi profesor Lanzisit, tregon se akademia duket se është duke përgatitur ndoshta me hapa plumbi, domethënë të ngadalë për të rëndë dhe që nuk kthehen mbrapa këtë ndërmarrje po aq madhore sa ato 3 projektet madhore që dashmë besoj e dini janë në pikun e punës, siç është Fjalori Mati i Shqipës, Historia e popullit shqiptar, Enciklopedia shqiptare që patëm mundësi ndje dhe të na prezantoheshin. Kjo ishte grupi i parë i shkrimeve. Në grupin e dytë që po kaloj shpejt, për mua janë shkrime që lidhen me kritikën tekstuale, letrare dhe filologjike. Këtu le të themi kemi kritikun letrar, në pjesën e parë kemi më shumë historiografin. Gjuhët paralele të letërsisë shqipe në bashkëautorësi me akademik Shaban Sinanin, ku me gjuhë paralele para kuptohen gjuhët me cilat është shoqëruar shqipja në tekstet e vjetra. Dhe citoj këtu se sa çështja themelore e këtij artikulli ka qenë se sa besnike ka qenë shqipja në letërsinë dëgjuese me tekstit receptuar, jo ai si çështje kompetencës, por se sa si vedi e autorit. Dhe kjo vedi e autorit është shumë e rëndësishme edhe tek shkrimi tjetër, që titullohet Ylvari Boba dhe fillimet e vedijes së autorësisë letrare. Dhe çështja e autorit duket se lidhet me çështjen e krijimit të një vedie, të një letërsie, të një njësie tjetër shpirtërore, pra etnike, njerëzore, dhe që shkon përtej produktit letrar që përkthyesi dhe autori po i ofron të lexuesit. Dhe kjo vedie për autorsinë shkon te ngjizja një lëvizje që do të formonte te shqiptarët një identitet tjetër të ndryshëm, e cila i bie që të jetë përpara linjës kombëtare 2 shekuj më përpara. Shkrimet e fundit janë kritik tekstuale dhe letrare, 2 shkrimet e përparme ishin filologjike në autor të vjetër të vështruar me qasje të reja metodologjike. Utopia nacionale Naimit dhe Utopia ideologjike Dritora Gollit nga Baktibu dhe Bujësit e nën Shqipëri,
si dhe përdorimi i njësive të reja të hulumtimit tekstor në rastin e shkrimit funksioni simbolik i shenjave dhe imazheve perandorake në veprën letrare të Ismail Kaderes, cilin të them të drejtën edhe këta e kam shijuar shumë. Këto janë dy të preferuar, domethënë Murgjit dhe Kadereja. Ajo që pritet sot, sipas meje nga kritika letrare dhe nga studiuesit e fushave të tjera, siç jemi ne gjuhës, presim nga ju të letërsisë, është që sigurisht dhe nga parashtruesit e kurseve universitare, kemi profesoresh Anilën këtu, profesoresh Belfioren dhe të tjerët nga Universiteti i Vlorës, është një kënd tjetër i leximit të autorëve që ne tashmë i njohim mirë, të cilët rrezikojnë që duke qenë se njohim mirë, Profesore, përmblidhe pak se Po, më katër harua. dua që ta mbyll. duke qenë se njohim mirë, mund të mos e përmbushin me atë kënaqësinë e shijimit estetik. Ndryshimi i korave, ndryshimi i dijes lexuesve kërkon gjithashtu edhe një studim tjetër të tekstit letrar me një lende të ndryshme, kohë pas kohe. Ndërsa studime ndërdisiplinare në albanologjinë e përreqet profesor Zisin si nga njohësit më të mirë të letërsisë bashkëkohore, jo vetëm të asaj shqipe, por letërsisë ballkanike. Problematikave në parashtrimin e dijes për këtë letërsi dhe nga ana tjetër ai shkrua në autoritetin dhe qartësinë e historishkruesit të kësaj letërsie dhe të kulturës shqiptare në përgjithësi, autoritet që ka fituar nga përvoja shumë vjeçare si autor kursesh dhe tekstesh universitare, dhe që është niveli më i lartë sigurisht i historishkrimit, dhe që ja kanë përpunuar stilin e shkrimit ideve dhe interpretimeve të thella duke bërë më të qartë, më objektiv, më kritik nga pikpamja tekstuale dhe kontekstualizues. Faleminderit dhe për gëzimet profesor. Profesore, faleminderit, në mënyrë të veçantë për këtë vëzhgim vertikal që i bëre përmbajtjes librit, për zbulimin e dy dimensioneve të profesor Orlandit si historiograf dhe si kritik, në mënyrë të veçantë për fokusin e tij në letërsinë shqipe ballkanike atë europiane të lidhur dhe të ndërlidhur me trashëgiminë tonë kulturore. Tani do ta bësh ti apo unë? Dy fjalë për vijimin e kumtuesve të tjerë. Profesor Mirxhin dhe profesor Bardol Gaçe. Duke qenë të kujdesshëm dhe bujar, vlonjatët, duke qenë të kujdesshëm dhe bujar që fjalën japi më shumë tjetrit, do të jenë të kursyer në kontestat e tyre. Ju lutem, profesor Bardol Gaçe. Nga 3 minuta maksimumi. Faleminderit Berti se unë do flas dhe në emër të Shabanit. Libri Studimet ndërdisiplinare të albanologji, botimi i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, është shëshnjë e mirë e prurjeve të kontributeve shkrimore, studiuesve dhe intelektualëve të vendit, të cilët krijojnë një raport më të gjithësishëm me pasurinë shkencore, gjuhësore, letrare, të studimeve dhe hulumtimeve të natyrës albanologjike. Libri në fjalë është një arsye shëndosh dhe e vëmendjes së institucionit të dijes filologjike shqiptare, me çrast potencon një politik ndryshe lidhur me prerjen e nivelit shkencor, ashtu si stimulon autorët e këtyre studimeve shkencore. Roland Zisi ka një jetë që studion, hulumton dhe kontribon në fushën e studimeve letrare. Ky libër krijon një dimension tjetër, mendoj unë, për studiuesin dhe profesorin e arsimit universitar në vendin tonë. Libri është një qasje e hapur në prurje interesante për autorin dhe Akademinë e Shkencave, e cila e sjell për lexuesin në pjesën e parë ka një objekt veçantë. Autori përmes botimit në shqip të letërsisë emërtuar Letërsia e Magrebit, një letërsi që lidhet me fundin e luftës botërore, e shkruar në frëngjisht nga autor kryesisht afrikan verior apo me subjekte nga këto vende, reflekton dy kultura, atë perëndimore dhe atë arabe që ne e njohim pak. Profilet saktuara shkrimtarësh dhe veprat e tyre, të cilat kanë zënë vend në terrenin letrar evropian, në kuadrin e letërsisë së frankofonisë afrikano-veriore, përçojnë thelbin e një letërsie humaniste, e cila u zhvillua përtej kufive kombëtar të frankofonisë. Në një vështrim konvencional, në këtë letërsi vren autori të tillë si Jasmina Kahadra, pseudonimi i shkrimtarit algjerian, në veprën e cilit shuajnë tregimet për fëmijërinë, njerëzit e familjes së madhe sahariane, pra të individit dhe familjes së madhe arabo-afrikane veriore.
Tahir Ben Jelun, i cili sjell tradita marokene, pasi i rritur në një mjedis tribal, shkrimtari Sansal, shkrimtarinë e cilit e përshkruan qëndrimi dhe denoncimi i vesëve negative të natyrës njerëzore dhe të pranisë të keqes, si praktikë dhe si filozofi jetësore. Doan, i quajtur ndryshe Albert Camus, i ditëve tona, një prozator ekzistencial, është bërë i njohur përmes romanit Mbërsa. Bakit, autori i romanit Konsulli, veprat cilit i përshkojnë qytetimet e lashta dhe të reja, mitet, fet, kultura urbane qytetare, një shkrimtare franceze e cila ka shërbyer dhe ka njohur mirë mjedisjen e kësaj kulture afrikane. Malfato ka shkruar një roman me një subjekt të trisht. Le të vajtoj për ty lumi tigër, i cili qërthullon një ngjarje makabër. Romani rrëfen ditët e funit të një vajze të re irakene, e cila do të vitet nga vllai i saj sepse është azan i jashtëmartesë. Të gjitha këto tablo dhe prurje në gjuhë shqipe, lezuesi shqiptari ka nga përkthyesi dhe shqipruesi nga frëngjishtja profesor Nonda Varfi, miku i profesor Roland Zisit, i cili ka sjellë Zis një kolan artikull të huaj nga gjuha frënge prej 75 titush. Pjesa e dytë e librit ka 7 sprova nga letërsia shqipe. Unë do të thoshja se kulumtimi, studimi dhe gjurmimi i Roland Zisit për himara shekut 16-18 si pas murgjve brazilian të Italis, shtjellon dhe sjell në vëmendje burime dhe referime të shumta ndërbalkanike. Për himarën, një qytetim i lashtë qytetar, për të cilin ka pasur dhe vazhdon të ketë debate, interpretime, tezat shumta. Kulumtimi dëshmive, burimeve shkrimore dhe këndvështrimi i studiuesit Roland Zisi është i prirë në argumentet e qëndrueshme që sjellin murgjit bazilian të cilët e kanë njohur mjaft mirë himarën, për shkakun se kanë jetuar dhe kanë njohur thellësisht, duke qenë njerëz me dije dhe poliglot, pashtu dhe të qartë dhe të papërfshirë në intrigat ballkanike që lidhen me himarën në kohët e sotme. Një tjetër qasje eseistike është dhe ajo titulluar Disa konkordanca ndërbalkanike në trashëgiminë balkanike. Thënë ndryshe, përkime ndërbalkanike, një problem i aktivizuar herët pas here në studimet gjuhësore, folklorike dhe etnologjike balkanike, në të cilin autori arrin të evidentojë influencat kulturore nga njëra anë, për të cilat ka studime dhe interpretime ku vlen të përmendet miti i njohur i urës si ndërkomunikim ndaj popujve të cilët kanë argumente të mjaftueshme për ta respektuar. Kushtoj fjalën dhe 2 minuta. Dhe një bile. Ndërulumtimet dhe eset e tjera të tij janë dhe gjuhët paralele të letërsisë. Këtu vlen të përmenden shqisën e hollë të komunikimit të autorit. Dhe do të thoshja se prania e të 4 B-ve e të veriut, letësia arbëreshe e tjera, ka qenë objekt studimi i përhershëm i Roland Zisit, ashtu si që ka dhe mjaft studime të tjera. Libri në fjalë, si që më ka thënë dhe një ish miku im i shekujt të 19-20, Shaban Sinani, tregon një kulturë të re të niveli më të lartë të profesor Roland Zisit. Një prurje serioze dhe me vlera për studiuesit, studentët dhe lexuesit. Pasi autori ka një burim të konsiderueshëm referimesh përmes të cilave debaton, shpërfaq ide dhe krijon qasje për të diskutuar në nivel shkencor. Opusi i studimeve të këtij autori është i gjerë dhe i thellë, qysh nga historia e lehtësisë bashkëkohore shqipe, këngëtaria Alia Sajn, Petro Markos, Martin Sama, Ismail Kadares, Fredrik Reshvet, Visazhitit, Ali Podrimes, Azem Shkelim, Bilal Xhafei, Xhevaj Spajur, të arbëresht e Italis, e deri te kalërimi poetik i kuajve dhe mërzave të Gjitroa Gollit. Ju falemnderit. Faleminderit, fjala për profesor Emir Gjendin. Zoti Gjindi, fjala për ju, po ju lutem mos hani nga kuaj rektorit. Jo, nuk kam ndërmend. Faleminderit. Nderuar profesor dhe respektuar kolegë,
Botimi i përmbledhjes studime ndërdisiplinare në albanologji mendoj se është një ngjarje me rëndësi për mjedisin akademik në tërësi dhe për ulëmtimin të fushë të albanologjisë në të veçantë. Vëmendja për veprën është e përligjur plotësisht, paktën bindjen time është e merituar për disa arsye do t'i rendis shkurt më poshtë. Po aq për profesor Orlandin, botimi i kësaj vepre është ngjarje domethënëse, shënjon pjekurinë e mendimit të tij shkencor, dëshmon një stad kuptim plot procesit të tij si studiues, që o ta quajë të sigurisë, të vedijes e të përgjegjësisë së formuar mirë mbi objektin e mbi metodologjinë e studimit, mbi kufit sistematik studimit letërsisë e përpasoj të disiplinave në marrëdhënie me të, veçanërisht të konstituimit përkatës këtyre fushave, përmes ndikimit ndërsjellë. Po e them qysh në krye, libri e kryer njohjen e vet që në titull. Studime ndërdisiplinare në albanologji nuk është rastësi, të paktën nuk mund pranoj rastësinë këto kohë dhe ja pse. Iluzioni tashmë i rrënuar mbi purizmin në disiplinën tonë studimit, citoj, shpesh e rifsheur pas retorikës së vdekjes letërsisë apo sloganit të dashme të se çdo gjë është letërsi, i përket së njëjtës krizës e emërtimi si vdekja e autorit, vdekja e Zotit apo vdekja e subjektit, gjitha pjesë e një retorike të fryrë të modernitetit. Ky iluzion pra shënjon jo më shumë se vdekjen e departamenteve të letërsisë e gjuhësisë ashtu siç janë organizuar deri sot në universitetet tona. Në fakt po citoj dikë që ka parasysh Universitetet Perëndim. Nëse ky proces do të ndodhë, le të ndodhë, por letërsia, sërish po citoj, është e gjallë, është mirë dhe jeton mes një bote që po globalizohet shpejt, ndaj jemi në kohën e dur për një reformë të thellë në fushën e studimeve letrare. Çka do të thotë se disiplina jonë nuk do të des përkundrazi, do të rikthehet e rëndësishme. Në këtë kuptim, studimet letrare janë në një pozicion të shkëlqyer për dhënë ndihmën e tyre gjatë këmbimit thelbësor të paradigmës në dijen moderne, ku strategjitë retorike të letërsisë janë ndër më frymëdhënëset. Ja vlen ta shtjelloj më gjatë të koncept, por më që nuk është vendi, po mjafton duke thënë se vepra është sipas meje fryt i këtij optimizmi epistemologjik. Mbi këtë premis, libri profesor Orlandit niset mbi një premtim që përshtatet plotësisht me poimin në sipër, dhe që nga vështrimi në tërësi i librit, unë mendoj se ja vlen të lumtohet me kujdes. Hë për hë e çmoj si shfaqjet e një shqise të përpunuar mirë në kuptimin metodologjik dhe konceptualisht moderne. Në pikpamje të zhanrit, libri i qëndron premisës mbi cilën është nisur. Ai është kuptuar si përmbledhje punësh të kryera në kohë të ndryshme me qëllime të ndryshme mbi çështjet e historisë letërsisë shqipe, letërsisë botërore, të përkthimit, të antropologjisë kulturore, teoretikës letrare, të këmbimeve ideologjike, religjioze, të identitetit, të stilistikës e të historisë letrare, të proceseve të brendshme poetike në një larmi substratesh e abstratesh të llojshme shpirtërore e mendore. Libri rrok kohë e hapësirë të organizuar mbi një komponente që sërish do ta çmoja si boshtin strukturor të veprës, mbi antiracionalizmin. Vetëm se jo në kuptimin literal të fjalës, sesa nga pikpamja e kuptimit strukturor të veprës. Po e theksoj këtë. Ky libër nuk e ka veskun e zakonshëm arbitrar të shitur për racionalizëm, diçka jo fort e rrallë në studimet tona mbi letërsinë. Nga kjo pikpamje, ky libër i bashkohet një fryme mbas edhe një tipologji e veprash që po bën të zëshme në fushën tonë. Për shembull, sado mund mos bjerë mirë në veshët tanë, një periodik online si peizazhet e fjalës për mua është relativisht tregues me një klim të tillë për rreth. Nëse antiracionalizmi duket radikal, ky është një argument më shumë për një kontribut që në zhanrin e vet është jo tradicional. Aq më tepër kur me racionalizëm unë emërtoj vijimin këmbgulës në fushën tonë të përpjekjes për tipologji të qarta, për kufizimet padyshimta, kupto stilistikën e mbylljes në kuptimin disiplinar të fjalës. Projektimi në albanologji është një lloj revolucioni i butë për një komponente të pasigurt si studimet tona letrare. Albanologjia bëhet platformë prej cilës kçyren procese dhe ndërlidhjet, pa ngutjen e shpatjes së një vizionit strukturuar për to. Besoj se janë më të dobishme hëpërës prova të tilla si puna e profesor Orlandit, sesa përpjekje që u ngjajnë përsiative të Jeremiti, sa do të frymëzuara qofshin, edhe pse purizmi disciplinar është praktikisht i pamundur sot. Po bëj një kapërcim në përshkrimin e tekstit. 2. Kalim thivërej me kënaqësi se të paktën në 2 raste, shkrimet janë kryer për konferencat mbajtura në Universitetin e Vlorës. Punë të cilat së bashku me gjuhët paralele të letërsisë shqipe janë sipas vendimit tim studimet më të mira të përfshira në përmbledhje. Natyrisht prania si bashkëautore profesor Sinani është vlerë më vete për ato punë. Bullimi shfaqet si kompleks heterogjen ku bëjmë bashkë stile kontradiktore në thonjza, nga esejat e shkrimit deskriptiv, në ulëmtimet, provat antropologjike, studimi monografik, te kritika e mirëfillt letrare dhe gjykimet teorike. Në këtë rreth kontradiktor dëshmohen lëvizjet mendore të njeriut dhe të tekstit që kërkon zgjidhje, që eksploron alternativa, kapërcimet e cilit janë produkte të një epoke dyshimesh, ndaj të mbeturit në sinore ndërmjetës jo vetëm është pasojë, por edhe nevojë. Madje etike domosdoshme e studimit perspektivist, i cili nuk ripërtyp siç ndodh rëndom, por prodhon guxon të bëj pyetje esenciale. Këtu do të veçoja
studimin elegant, gjuhët paralele, i cili ndërmerr një hap të rëndësishëm nga pikpamja e riformulimit filologjik të çështjeve të kontaktit, të identitetit. Në fakt, duke i qëndruar arshtimit kronologjik, teksti ka krijuar një strukturë shpjeguese domethënëse për një praksis të përmbytur nga mëdyshet kërkimore. Kërkon vise të panjohura, por kthehet gjithmonë në tokën e sigurt. Një lloj endjeje ose shtektimi filologjik, ku ai kërkon lidhjet, kodin. Qëllimi i veprës më duket ky. Bindja se ka një kod dhe sa ai kod mund zbulohet, por jo me doemos këtu dhe jo me doemos sot. Në këtë rreth hermeneutike shoh antiracionalizmi dhe dobinë e tij. Është interesante ta mendësosh kodin e kësaj spirale e komplekse, këtij pendulumi mes rrafgimeve të mirëfyllta tradicionale në studimin letrar, në fakt historiko-letrare dhe qasjeve kulturologjike e antropologjike. Për shembull, nga puna mbi përkthimet e profesor Varfit dhe mbi letërsinë frankofone të Murgjit Bazilian, nga konkordancat në poezinë e Naimit të Tagollit dhe nga Julba Ariboba në sistemin figurativ të Kadares. Qofsha e gabuar, por kam përshtypje se ky pendulum shkon drejt një lloji hermeneutike të identitetit dhe ku historia e letërsisë shqipe apo letërsia botërore jepen si zbatime të një qaku jashtëzakonisht kompleks të identitetit. Po kryesisht i ka përcim. Po e përsëris, joshin që kanë provuar për gjuhëve paralele të letërsisë si inicimi një poetike të kontaktit për të shkuar më tej drejt një reifikimi të identitetit e gjejt përligjur, si një lloj treguesi, si sistem të referencës për ngjizjen tonë kulturore, për shenjat e mbrojtura në gjuhë dhe procesin e tyre. Përmes kësaj pune hym në atmosferën e një strukturalizmi që ka kohë që u ka munguar studimeve tona letrare, me ndonjë përjashtim të rëndësishëm, nuk po ndalem shembull. Kështu ndodh që heterogeniteti bëhet paradoksalisht gjendje homogjene, sistem ku mund të renditen probleme të reja, pikpamje të reja, perspektiva të panjohura. Gjitha kjo është me të vërtetë grishse. Problemet e identitetit të njësisë kulturore të shqiptarëve, të vendit i zëletërsia në të, natyra e proceseve poetike, e marrëdhënieve, e ndërveprimit me tjetrin me të huajnë bujsin mes librit, shenjat e një shqetësimi serioz kërkimor të erudicionit zbatuar në një aventurë metodologjike ambicioze. Për librin natyrisht mund të flasim gjatë mbylla. Argumente kam javë dhe hapësirat për specialistët e disiplinave ndryshme janë dukshëm të gjëra. Vlerat e librit për mua shfaqen në këtë interval. Në metodën e tij ndërdisiplinare, shfaqen një prirje moderne për reformimin e studimit letërsisë dhe të institucioneve që merren me të, dhe më tej në antiracionalizmin e tij, si kërkesë për ngjallje në një traditë të harruar filologjike në rrethanat e reja. Sprov strukturaliste për ndërtimin në një korpus ndërsistemor në kërkimin filologjik. Dhe këto nuk janë pak. Faleminderit. Faleminderit, zoti Gjindi. Ishit ashtu siç premtua, tani kam kënaqësinë që t'jap fjalën kolegut ton, mikut ton, profesor Rolandit. Fjala për ju dhe jemi brenda kohës parashikuar. Duke kërkuar ndjes që filluam me vonesë. Ju falenderit të gjithëve në mënyrë telegrafike në respekt të durimit tuaj edhe të agjendës parashikuar në Akademia e Shkencave. Dëshiroj së pari që të falenderoj Akademinë e Shkencave në mënyrë të veçantë akademik profesor Skënder Gjinushin, kryetarin e Akademisë, jo vetëm për mbështetjen e studimeve të mia kritiko-letrare dhe historiko-letrare, në aspektin e mbështetjes financiare për të botuar, por dhe në mënyrë të veçantë për vlerësimin, për prezencën e tij këtu. Ju falenderoj profesor Skënderin. Gjithashtu falenderoj në mënyrë të veçantë profesor Vaso Tolen, nënkyetarin e Akademisë, edhe profesor Shaban Sinanin, mikun tim, që për arsye agjendë zyrtare nuk është këtu. Është një vlerësim jashtëzakonisht i madh për mua, e vlerësoj, e çmoj shumë këtë gjë, por dëshiroj që këtë vlerësim mund t'ja transferoj departamentit tim të gjuhës dhe të letërsisë shqipe të Universitetit të Vlorës, që pjesa më e madhe e tyre janë këtu, me profesor Bardoshin që mbajti edhe fjalën, me profesor Ermirin, me profesor Monikën Përgjeksen, me profesor Vilmën që është prezente këtu dhe e quajmë pjesë të departamentit, profesor Gladiolën, Edlirën, profesor Artani dhe Edlira Çerkezin dhe Edlira Dhimën. Dëshiroj të falenderoj në mënyrë të veçantë mikeshën time dhe që e dua shumë se është ka një mençuri të veçantë profesore Teuta Toskën, plus që është edhe nga Elbasani dhe ne kemi mbaruar në Elbasan, të kemi studiuar dhe e vlerësoj dhe e çmoj shumë kontributin e saj në këtë aktivitet.
por të dëshiroj të falenderoj në mënyrë të veçantë edhe kolegët tona të Departamentit të Letërsisë të Universitetit të Tiranës, të falenderoj mikun tim Naim Zoto, studiuesin, të falenderoj Albert Abazin, pra ju falenderoj të gjithëve dhe në mënyrë nominale arrita që ta bëj këtë gjë. Nuk dëshiroj të them asnjë fjalë për atë që unë kam shkruar për librin, sepse ato që ju thatë janë jashtëzakonisht të rëndësishme për mua, por ajo që dua të them është që gjithmonë kur një studius editon librin, gjithmonë mbas një jave kur e rishikon, kur e rilexon, thotë duhet ta kisha mbajtur edhe një çik në përduar. Që shpresoj që ta bëj me librin tjetër. Respekte dhe mirënjohje të gjithëve, respekte Akademisë së Shkencave dhe Universitetit Ismail Qemali, që përveç libri im nuk është më i rëndësishëm, por libri më i rëndësishëm është bibliografia e Universitetit e profesorëve të Universitetit Ismail Qemali, pra bibliografia veprave dhe artikujve që kanë shkruar dhe unë jam më shumë se sa për librin tim, jam krenar për këtë vepër. Ju faleminderit. Faleminderit profesor. Një falënderim për ju të gjithë që morët pjesë në këtë promovim dhe tani radha kalon për seksionin e shkencave natyrore teknike për të vazhduar me 2 promovimet e tjera. Faleminderit.